Dikur festoheshin me pompozitet sepse simbolizonin triumfin e socializmit mbi imperializmin amerikan dhe botën kapitaliste. 11 janari, 1 maj apo edhe ngjarje si konferenca e Pezës dhe kongresi i Përmetit u panë si data të shënuara në kalendarin heroik të Shqipërisë komuniste. Madje për t'i përjetësuar, regjimi i kohës i përdori si emërtime të rrugëve apo lagjeve në të gjitha qytetet e vendit. 20 vjet pas rënjes së komunizmit, simbolit e asaj epoke janë zyrtarisht pjesë e sistemit të adresave. Fieri është një nga këto qytete. Lagja konferenca e Pezës besoj që nuk është emërtim që ka ikur koha dhe që duhet zëvendësohet. Njihet dhe lihet 1 janari edhe për efekt të traditës, derisa nuk e ndalon ligji, do të thotë që e lejon dhe Bashkia Fier nuk ka vepruar në kundërshtim me ligjin në këto emërtime. Në lagjen 11 janari, dikur festa e shpalljes së Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, banorët kanë mendime të ndryshme për emrin që mban lagja e tyre. I ka ikur koha. Pse të mos qëndroj? Çdo keq e ka në këtë mes. Po jam banor i lagjes 11 janari dhe ky emër detyrimisht i do ndërruar. Nëse nisen në pikë pamje që është socialiste ose demokrate, kjo është krejtësi gabim mendoj unë. Hiqen dhe vendosen emra të tjerë. Mirë mos ndërrohet. Përsa që ka pasur me kohë. Këshilltarët e djathtë në Këshillin Bashkiak deklarojnë votën pro, nëse do të ketë një propozim për ndryshimin e emërtimeve të kohës së komunizmit. Ka koha të rishikojnë emrat e lagjeve të qytetit Fierit. Ka plot ngjarje historike shumë të rëndësishme për të vendosur emrat e lagjeve në Fier. Edhe pse zyrtarisht pjesë e sistemit të adresave, plakatet që tregojnë emërtimet e lagjeve dhe rrugëve nuk ekzistojnë, si për të treguar se pavarësisht burokracive, koha është e para që ka zbërë gjurmët e së kaluarës.